Policia rrugore e Lezhës vjen monitorimin të gjitha akset rrugore të qarkut duke përdorur të gjitha mjetet bashkëkohore të kontrollit përfshirë dronet me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe përmbushjen e parametrave të sigurisë rrugore. Gjatë 9 ditëve të fundit janë intensifikuar kontrollet duke u fokusuar te drejtues që kryen shkelje që janë burim aksidenti, si edhe te parkimet e gabuara që pengojnë qarkullimin normal të automjeteve. Si rezultat i kontrolleve, janë arrestuar 7 drejtues mjetesh dhe janë proceduar penalisht 2 të tjerë për vetë penale, drejtimi i mjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor. Janë vendosur 1420 masa administrative për drejtues mjetesh që kanë kryer shkelje të ndryshme të kodit rrugor, konkretisht 39 masa për mosvendosjen e rripit sigurimit, 40 masa për mosvendosjen e kaskës mbrojtëse, 72 masa për përdorim celular gjatë drejtimit të mjetit, 36 masa për drejtim mjetin në efektin e alkoolit, 35 masa për xhamat e rrësuar, 205 masa për parkalimet gabuara, 188 masa për ndalim apo qendrim gabuar, 650 masa për shpejtësitë të normave të lejuara, 39 masa për mosdhënie përparësi këmbësorëve dhe 90 masa për shkelje të tjera të kodit rrugor. Kontrolli nga Shteti Policisë rrugore do të vijnë gjitha akset rrugore urbane, interurbane dhe rurale të qarkut Lezhë me fokus respektimin e rregullaveve të qarkullimit dhe rritjen e sigurisë për të gjithë përdruesit e rrugës, bëhet me dje njoftim.